Atëherë po ju thoja që do fillojmë me disa nga ngjarjet e këtyre ditëve. Le të themi që ajo që ka predominuar paksa vëmendjen ka të bëjë pikërisht me prishjen e një misie të vjetër brenda në fermë, në qoftë se mund ta quajmë kështu, në qoftë se biem dakord që brenda në fermë edhe në një garë si kjo ka dhe mund krijohen misi. Bëhet fjalë pikërisht për Sarën dhe Sonin. Dy vajzat kanë patur një raport mos e korrekt me njëra tjetrën, deri kur thjesht duke luajtur në një lojë patën një përplasje ku asnjëra nuk mundi ta falte tjetrën. Ne shohim se çfarë ndodhi dhe pastaj komentojmë. Ja, po që jo mëson, ja. Po që keni më prisë po i përpoj? Denit rehat. I provon kot, se edhe që ose janë të lira, Po leje mër burë rehat. Shiko lartë, shiko lartë. Po se përka ishte? Po atë janë duhet. Ha, moj ti thjesht bëj diçka. Po ke 2 orë. Me unë se di hera parë që po e luaj, tash na luaj vetë. Ne qatë bëjt diçka, se na qatë kohë. Mua më gjyre mos mi hedh më. Nuk mundesh me nxjerr për gojë qatë shkrepet ty. Ne unë thash bëj diçka lëviz, sepse duhet që të nxitosh, që të vazhdojmë radhën derisa të thyet. Po bëjt diçka o Elir, arsye to. Të s'po e ndihmën 7 veta. Bëri një veprim jo logjik, bota. Qa, jo logjik, kush ishte Bëri jo një veprim, logjik? po t'ishe njëri tjetër e ta tregoja unë se që do bëja me të Po që edhe unë, po t'ishe dikush tjetër do e dija unë se si do i përgjigjesha. Mos e shtri kaple më shumë se ç'duhet. Po e Se ke shtri ti filluar të pra. langojës pak më Po e shtri ti. Mënyra e të folurit tallës dhe arrogant, unë nuk e kam qef. Në 2 muaj duhet ta kishte kuptuar. Hajde tani mos e zjat kot më hedh mua atë ti. Qa, po ta hedh pra. Po provoj edhe një herë. Duhen 2 Po orë edhe apo një 4 herë. orë. Ka personin qafë dhe më falë, kjo është dënimi. Jo, s'mund të them fal për gjërat që nuk e ndjej që ka thënë. Nuk hedh gjërat e njerëzit e tjerë, okay? Unë jam Mos e tip që zjat. toleroj shumë, edhe mos më thuj mos e Mos e zjat. zjat, se po e Po e zjat zjat shumë. sa të më doj Po vazhdo pra. E ka pak atë që do të futet, kudo ki filtron fare gjërat. Të nxjerr një gjë nga goja, unë mbaj përgjegjësi për çfarë them. Jo, cilë është ka pasoj, bie që po disha jashtë. Po e ke hallin vend tjetër edhe do ta. Po e ke pra vend tjetër tani mbaj nervat e tua. Besoj se çdo njeriu këtu që kam për zemër dhe kam afër, e kam dhënë mundësinë që të mi thot gjërat edhe në sy. Sa mirë që po bëhet, se rozot shpëtum, di që po bëhet shpëtum. Rof qeri nga doma tjetër, rof paqa. Ua sa të lumtur që jemi se po dzije nga bota ti. Mu nuk më pëlqen që dikush fërkon barku në dhomën ngjitur. Po le ta fërkoj barkun edhe nga shtëpia dhe këtu. Nëse ka i gjë bezdi dhe kurse bëj me njerëzit me një zi. Po njeriu e kupton, jam në stresin e momentit dhe kërkon falje. Është një gest totalisht i paedukat në momentin që ti qëndron gjatë gjithë ditës me një individ, qesh 5 minuta përpara me atë individ dhe pastaj i thua kush e ti. Po qa bëra mër burr? Edhe nuk e kishe për atë, po i kishe vetëm pse një më i lirë. Madje ka shku ka lënë edhe deklaratë për në prajmë të premten, nuk më ka ardhur mirë, po prap nuk i kam thënë gjë. Po sa kam vënër tek te, kam vënër e ditë person. Te ajo që ka folë atje te prajmë, te dhoma. Po pra, dhe prandaj ishte acaruar për këtë. Po pse me ta ngec ty është më beti. Po këtë bëj fjallë të personi të të. Qyqa. Jena, Ua. Merimanga. E di si më duken atje, gjëra krejt tjera që s'kanë gjëra ne. Atëherë, Goca, dua të pyes pak fillimisht Sonin se çfarë të bëri që të reagoje në atë mënyrë. Ti përgjithsisht je tolerante, je duruar, je kujdesshme, je një njeri ndoshta ndër më të kontrolluarit aty brenda në fermë, ndërkohë që këtu duk sikur për diçka krejt të vogël ishte pika që rrëzoi vazon, çfarë ndodhi? Ne ishim duke luajtur, ishte një moment relaksi, gazmor, po luanim një lojë me struktura që kërkon përqendrim dhe duhet të heqësh shumë ngadalë ata që mos bjeri. Ishte funny, çdo gjë. Edhe po me reagohen time që mos ta rrëzoja kullën, se doja të isha e sigurt, po thjesht ishte një budallik, domethënë nuk është se ka për mua ndonjë vlerë shumë të madhe. Dhe në atë moment Sara thot po bëj diçka se kemi 2 orë këtu, edhe thjesht nuk më pëlqeu. Pra reagimi yt ishte vetëm për lojën. Reagime tallë se ja, si kam shumë qef.
Ishte vetëm për lojen, pra vetëm në lojen Xhenga, fakti që ajo të nxiti që të ecësh më shpejt? Jo, nuk ishte pak më tepër se çka e keni dhënë juve aty, po do më thonë kjo që se po të presim ty, është loj. Nuk ishte një prapasken tjetër që ty Për mua, jo. të ka ngarkuar, të ka mërzitur dhe ti ke shpërthyer në atë moment? Për mua, jo, në mënyrë absolute, po thjesht do me thënë këto, që edhe në momentet tona të relaksit, të përdorim këto presionet, këto tallet për hëmbë, se ke 2 orë, se po të nimojnë 7 veta, ndërkohë që është loj, se cili mund të marri kohën e vetë. Nuk është se... Por është një ndodhi, një ngjarje pa vlerë komplet. E kuptoj. Së është se ka rëndësi. Nuk ishte ka rëndësi për ty. Sara, ndërkohë ti u preke, u përlote, e komentove gjatë, e komentuar edhe me Romirin. Çfarë të mërziti dhe çfarë të bezdisi në atë episod? Atëherë, si që pa edhe të klipi, unë disa herë personave të tjerë që po flistin ndërkohë që Soni në këtë rast po luante, i kam thënë lëreni të mbaroj, lëreni, mos e shqetësoni etj. Dhe edhe aty u çudita që se si nuk i reagoj këtyre njerëzve përpara, por e nxorri inate, nëse mund ta quaj kështu, me mua. Ndërkohë që fjalia ime nuk ishte ndonjë çmenduri e madhe, ishte nxito, bëj diçka sepse po presim. Për te kësaj, unë në këto 70 ditë kam pasur ulje ngritje me marrëdhënien me Sonin, pa tjetër, nga fillimet dhe deri tani mendoj që kemi krijuar dal nga dal një marrëdhënie miqësore, duke qenë se jemi ndër të vetmet goca këtu që kanë që në fillim. Dhe ditën që ka ndodhur kjo, kam pasur një moment shumë të afërt me Sonin, ku kam ndarë edhe gjëra personale të cilat unë nuk e kam ndarë ndonjëherë më përpara, jo vetëm këtu, po edhe jashtë. Dhe ishte, si thuaç, shumë afrimitet i madh për mua. Aq shumë sa unë gjithë ditën atë ditë kam qenë shumë e shkëputur, kam ndenjur edhe vetëm për të qetësuar, sepse ishte thjesht moment emocional edhe kaq. Dhe më erdhi pak rënd, me thënë drejtën, gjithë situata që ndodhi pas aty, sepse për mua nuk ishte thjesht nerv loje, përsa ko kishte folur dhe me Klevisën, unë nuk kam asnjë problem, as me Sonin, as me Ilirin, as me Romirin, as me Visin, çdo probleme dhe çdo shqetësim që kam pasur me secilin prej atyre që unë i konsideroj miq këtu brenda, jam munduar që t'i sqaroj në momentin që ka ndodhur. Madje, ndonjëherë pendohem që jam treguar aq transparente me disa, sepse mund ta ketë marrë edhe si for granted për të mirë qenë këtë gjën, dhe mendojnë që kjo është normale dhe kur ti në një moment caktuar shqetësohesh për një situatë caktuar, e marrin... Megjithatë ti ke lënë të kuptosh që shiko se e di unë çka ka ajo, e di unë se çka ka ajo. Ç'a mendon se ka? Ka një prapasken apo është thjesht një fragment i mërzisë së lojës? Soni e tha vetë se çfarë kishte. Soni e tha vetë që kishte problemin, e the në fund fare që e fole me Klevisën, që kishte shqetësimin e... Jo. Thash mos e ka problemin, thash që më ndihmoj. Po përsa ko ty të shkojnë ndërmend, dhe më thënë që e ke vetë të shqetësim. Jo, se unë po ta kisha kisha fare. ti e di që unë e them. Nuk e kisha fare. Nuk kam dhe një filter të tillë. Nuk e kisha fare. Po atëherë unë më bën shumë çudi se si një njeri 5 minuta përpara atje duke qeshur e duke të puthur dhe 5 minuta më vonë të hedhi kubin. Kam shumë problem mënyrën e komunikimit, sepse Romiri po e bënte me të qeshur, Soni, ashtu dhe ishte me të qeshur. Pa e kishe komplet në kontekstin e shakan, ndërsa ti e kishe po hase... Po jo, pra se nuk e kisha ashtu. Unë e mora ashtu, Sara. Po pra dhe ti nuk erdhe as në atë moment, dhe as ditën tjetër, po për çfarë duhet të vi? Po sepse ti agravove në atë moment, nuk agravova unë. Unë për kundra zi u të roqa, hera e parë në këtë shtëpi që unë të rriqem. Dhe si rrjedhoj e komunikimit tënë. Dhe ti e di që unë komunikimin cili ishte problem të komunikimit. E kam shumë problem se ne pikërisht për këtë... Nuk e the, po ti bëj diçka se kemi 2 orë këtu që po presim, duke të ndihmuar 7 veta. Duke të ndihmuar 7 vetas. Për asgjë tjetër në këtë shtëpi. Mund ta ketë Po interpretuar. tani jo po bëj diçka sepse pa lidhje tani bëj diçka për këtë shtëpi të Jenga, se në fakt
unë mbahem si një njeri që nuk para i them gjërat kështu troqe dhe gjeta momentin Me aty. që pas ka qenë gjë e Po mbartur. e pra pikërisht se kuptoj sa s'ka e qenë rënd gjë e pas ka qenë mbartur kjo fare. bëj diçka. Pra, nuk ka një prapasken kjo Jo, situatë. nga Nuk unë ka. absolutisht jo. Sara, ka një prapasken apo jo? Nga Soni, se nga unë s'ka qatë ketë, Jo, se i nga thashë bëj unë- diçka. Cila më është në prapaskena që mund ka të- nga Soni? Për mua, Soni ka pasur shqetësime gjatë Jo. gjithë kësaj jave që ka qenë pak e irrituar dhe e kam thënë edhe ku kam bërë bisedën me Romirin, nuk janë nuk i nxjerrë të bie do tjerëve. Gomarit, i bie Samarit. Jo, nuk janë nxjerrë të Kështu tjerëve, mund ta unë- A mund të them. të pyese gjërat e mia. kush është Jam Gomari shumë e matur. metaforik? Gomari është i liri, Samari jam unë në këtë rast. Okej. Kështu mendoj unë tani. Dhe pikërisht për Se këto mendon se të është gjëra që i mërzitur? lëshon kështu ndodhin. Jo, unë i lëshoj pasi Po ndodhin jo, këto pra tash, situata. Nëse s'do mos- ndodhin këto situata, unë nuk do t'i kisha Sara, lëshuar. i lëshon dhe më shumë se ç'duhet Jo, gjërat. nuk besoj se e kaloj limitin, më Dhe besoj. pastaj Mbahem amplifikohen shumë, gjërat. mbahem shumë Po për më njerëzit shumë që se sa dua. unë nuk ma është, Po mirë, më okej, beso për këtë në gjë. rregull. Integritetin psiqik, tjetra lufton për integritetin fizik. Tani juve keni komentatorët aty, mund të vlerësojnë ato cili nga këto... Faleminderit për komentin Arbana, e mund mes të themi diçka? si Po, reklam. Ilir. Gjëja që mua ma bit më shumë këtë video, që është as pak kjo që ndodhi midis Soni dhe Sarës, se sa shpreja dhe fraza e paqësorëve, që shqyqyr plasi dhe nga ana tjetër themi sherri. Ua, kësu Nga në të bëj spektakl paqësorët, fare. Realisht unë nga mendoj që s'ka paqësorët e kanë kësaj shtëpie. Ne ndjesi po bënim sadiste, spektakl. se s'ka mundësi, dhe me thënë të I bëjnë knaqesh gjithmonë se ti spektakl, po, trivuan, në spektaklin tënd ka shumë zullume. Zhakun kam parë. Në Jo, jetën ne time ishim s'kam duke takuar bërë njëri një tjetër. spektakl Të Ka tonin, thonë. shumë zullume. po i luteshim Fraza që është shumë e Arbanës. qartë me dhënje dore. Sa bukur që dha andej, ka plasur sherri. Sonte dhe liri. Kjo ka bërë përshtypje mu ke kjo video që pa.